Prokuroria e posaçme kërkon edhe 3 muaj kohë për të hetuar ish-deputetin socialist Jurgjës Qyrbja. Shkak është bërë pritja dhe marrja e përgjigjeve për disa letër porosi të nisur agjensive partnere jashtë vendit. Kërkesa për shtyrje afatesh u bë gjatë seancës, teksa avokatët e Qyrbjas kërkuan kohë të njihen me kërkesën e prokurorisë. Seanca për një vendimmarrje u la për të premten e ardhshme. Qyrbja qëndroni paraburgosur për i vjeshtjes së vitit e kaluar, pasi u zbulua në komunikimet e përgjuara në platformën e koduar të bisedave Sky ECS me grupet kriminale Shijak Durrës dhe veçanërisht me grupin e Altin Hajrit. Ish-deputeti socialist Jurgjës Qyrbja u arrestua me 20 tetor të vitit 2024 në Durrës, pak ditë pasi dha dorëheqjen nga mandati i deputetit, të cilin e mbante që nga viti 2017. Qyrbja akuzohet për 3 vepra penale: korrupsioni aktiv në zgjedhje, përkrahja e autorit të krimit, si dhe tregtimi i sekretit shtetëror nga shtetasit. Jurgjës Qyrbja u fundos pas zbërthimit të bisedave në aplikacionin e koduar Sky ECS, u zbuluan se informacionet sekrete shtetërore që Qyrbja arrinte t'i siguronte përmes zyrtarëve ende të pa identifikuar, duke shfrytzuar pozitin e tij si deputet, u jepte grupeve kriminale, mes tyre Altin Hajrit. Një nga rastet e evidentuara është dhe informimi i Altin Hajrit për lëvizjet e policisë pas vrasjes së Jan Prengës, ndërsa ky i fundit i siguroi vota në qarkun e Durrësit, ku Qyrbja ishte dhe në listën e sigurt për deputet në zgjedhjet parlamentare 2021.